sot i lidhë. Po jo më se dia që do vija unë këtu. Për ne. Lyre më përpara. Po si jo më ti? Po ta kush e fiton Bigun? Sot i ke lypër herë të parë. Kush e fiton? Bigun a? Una. Maste. Ja, po do të shihemi atë. Pa Tani masim për atë. biletën, do të them unë ty për biletën. Po. Ti po të mos ish ashtu si çotar brigjedeshtar. Ti sa po ta merr biletën? Oh, po nga kisha hap më vllaf, kush ma këndroi biletën? E thjesht ti. Big Brotherin. E vjen. E shikon po ta çuloja se ke dash ke mendu me. Sa tek e gjot mirë ti që s'le të më ndaj fund. Kush e fiton Bigun më burr? Se nduhet. Po ju pëlqen Prime deri në këtë pjesë, mendoj se po arrim afër fundit, mund të jetë dhe publiciteti i fundit. Ishte një mbrëmje e çuditshme. Tash më ndryri një 10 minutë gjumi këtu, kështu. Po nice Prime. That's Pandora. Më vjen keq. Ballë. Na barku, por jezu foli njëri fare, vetë që mos më çaj trafik. Kur një njeri nuk e pret atë, çfarë do të bëjmë? Nëse unë si artist aty, çfarë do të bëjmë? Gerti vendos që të çojë në një televotim kok më kok Mateon dhe Stenaldo. Në këto momente hapim zyrtarisht televotimin. Siç edhe ju thash, pyetja është kë doni të shpëtoni. Njëri prej tyre do të lërë shtëpinë të martën, kështu që votoni. Stenaldo, si e pret këtë televotim? Ku shikën? Mos harro, ti para mund të shkon, nesër kur të shon, zemra më ndalon. Qysh mu dashurun shikin par kur jetë shër. Tani si ishe kjo lëvizja? Mund të jetë ky televotimi më i fort apo televotimi më i fort ishe Gimbo Selin Greta? Dhe, po, kjo që tha Monika, mendoni se Brikena do riafrohet sërish për të mbrojtur Mateon tani nga televotimi? Në momentet më fani me një video tani që do të thotë të mbaron. Дивіться, коли їсть шоколад, я теж може хочу шоколад, блін. Задумала, блін, мені дуже шоколад. Я дуже хочу шоколад. Në afat nga shtëpia, ora është duke ju afruar gishit. Dua ta mbyll me një përgjigje që Ethan Hawke, aktori hollywoodian, dha në tapetin e kuq të Oscarve kur e pyetën për dashurinë e pakthyer. Ai tha, ai që dashuron fiton gjithmonë, edhe nëse zemra të syhet. Kjo tregon që je duke jetuar, sepse dielli nuk e vret shumë mendjen nëse fijet e barit janë mirënjohëse për rrezet e tij apo jo. Ai vazhdon të ndriçojë. Natën e mirë dhe paçi. Natën e yje.
Ua, është orari gjumit me gra tani, do flejm pak gjumi. Do të flejm gjum tani, është orari gjumit. Natën e mirë.